Vëllai i Liridonës me një thirrje publike, ndërkohë që Naim Murseli pretendon detaje të reja për momentin kritik të ngjarjes. Seanca gjyqësore në gjykatën themelore të Prishtinës ka vazhduar sot, duke sjellë në dritë prova dhe zhvillimet që familja Ademaj kërkon me ngulm, të mos shohin asnjëherë dritën e publikimit. Përmes një lutjeje të ngjashme, vëllai i Liridonës i është drejtuar opinionit me të vetmin qëllim: ruajtjen e figurës së saj dhe mbrojtjen e fëmijëve nga skenat e rënda. Ndërsa familja lufton për dinjitetin e saj, brenda sallës, tensioni ka prekur pikat e larta gjatë dëshmisë së Naim Murselit. Ai ka pretenduar se i ka folur Liridonës në gjuhën suedeze, duke i kërkuar që të dilte nga vetura, me arsye se një agresor u kishte bllokuar rrugën. Sipas pretendimeve të tij, Liridona kishte bërtitur disa herë për të ndaluar, ndërsa ai e cilëson vendimin për të ndaluar mjetin thjesht si një veprim të gabuar. Por ajo që po vjen në pikpyetje më së shumti është pretendimi i tij i ftoftë për aktin final. Murseli këmbgul se nuk ka parë asgjë nga ajo që ndodhi pas shpine, duke pretenduar se as ai e as fëmijët nuk e kanë kthyer kokën pas. Gjykimi për vrasjen e Liridona Ademajt sapo mori një kthes të papritur. Para trupit gjykues, Granit Plava mohoi të jetë ai që shkrepi armën. Ai deklaroi se pranoi fajin vetëm pas një marrëveshjeje me Naim Murselin për të mbuluar autorin e vërtetë. Sipas dëshmisë, Naimi e garantoi se do të bënte vetëm 2 vite burg, duke i premtuar 250.000 euro, 1.300 euro rrogë mujore dhe një G-Class. Ky verzion i mbushur me paqartësi mbetet e zbardhët nga drejtësia në seancat në vijim. Rasti i Liridona Ademajt pati prekur thellë gjithë Kosovën, kur ndodhi në fund të nëntorit të vitit 2023. Veçanërisht pas zbulimit se ngjarja e rëndë u inskenua me gjakftotësi, si një grabitje armatosur nga vetë bashkëshorti i saj.